Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton sapo ka mbërritur në Tiranë ka takuar presidentin e Republikës Bujar Nishani në Pallatin e Brigadave. Takimi ka zgjatur rreth 30 minuta, ndërsa Clinton dhe Nishani kanë vlerësuar marrëdhëniet e shkëlqyera mes dy vendeve. Presidenti Nishani e nderoi diplomaten amerikane me titullin më të lartë shqiptar, Urdhrin e Flamurit Kombëtar. Ky titull ju dorëzua me motivacionin për kontributin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dhënë në mënyrë të vazhdueshme për Shqipërinë, për ndihmën për anëtarësimin e Shqipërisë në NATO, si dhe për mbështetjen e çmuar për shpalljen e pavarësisë së Republikës së Kosovës. Urdhri më i lartë kombëtar i nderit ju dorëzua sekretares amerikane të shtetit e gjatë një ceremonie solemne të zhvilluar në Pallatin e Brigadave. Më lejoni të shpreh ndjenjën e thellë të vlerësimit dhe nderit për marrjen e këtij urdhre, sigurisht që e pranoj sinqerisht në emër të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të administratës së presidentit Obama dhe në emër të Shteteve të Bashkuara. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë, janë dhe do të mbeten një partner i fuqishëm dhe një mik i Shqipërisë dhe për popullin e saj, teksa vijoni në të ardhmen të pavarur, të lirë, demokratik dhe me besimin duke ndërtuar Shqipërinë që do të jetë një model i mirë dhe shembull për brezat që do të vinë. Jam krenare që ju jam mike dhe do të mbetem me tillë. Ju falenderoj për dhënien e këtij nderi të jashtëzakonshëm dhe do të vijoj të bëj më të mirën time për ta merituar plotësisht. Ju e meritoni këtë plotësisht, tani dhe në të ardhmen. Për ne është një kënaqësi dhe nder që sekretarja amerikane e shtetit pranoi këtë dekoratë të lartë të shtetit shqiptar. Përmes kësaj dekorate, ne shprehim mirënjohjen për sekretaren Clinton, qeverinë amerikane dhe për popullin amerikan, të cilët jo vetëm në sfidat më të vështira të Shqipërisë kanë qenë pranë nesh, por dhe në çdo hap për të ecur përpara në rrugën e zhvillimit. Edhe një herë ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj. Titulli më i lartë shqiptar, Urdhri i Flamurit Kombëtar, i është dhënë vetëm 5 personave deri tani, mes të cilëve edhe 2 ish presidentëve amerikan, Bill Clinton dhe George W. Bush.